Vazhdon bojkoti i mësimit nga nxënësit e shkollave të mesme në Tetov. Nxënësit kërkojnë orar më fleksibil gjatë muajit të Ramazanit, pasi që ndërrimi i dytë has në shumë vështirësi. Nxënësit thonë se krahas problemit që kanë gjatë kohës së iftarit, problem në vete është edhe transporti. Pasi që Inspektoriati Shtetëror nuk ka lejuar shkurtimin e orëve, nxënësit tashmë nuk hyjnë në orët e mësimit dhe janë në bojkot. Gjithë nxënësit kanë vendosur të mos mbajnë orët mësimore, shkaku i rënduar i orarit të shkollave, i cili ne si nxënës kemi kërkuar që orari pas ditës të ketë mundësinë që të munden të agjerojnë po ashtu të njëjtën kohë që të munden të arrijnë në kohën e iftarit. Kjo është arsye sepse ne si ndrimi para ditës, çdo ndrimi para ditës në shkollat e Tetovës nuk besoj se ka asnjë problem. Sigurisht ne kuptojmë se edhe me ligj ne nuk kemi të drejtë që orët të shkurtohen. Kjo është mjaft e kuptueshme. Por ne kërkojmë që pjesa e pas ditës të ketë mundësi të arrijë iftarin, që të munden të vazhdojnë ditën ashtu siç edhe ka qenë. Viteve të kaluara nuk ka pasur problem gjatë muajit të Ramazanit. Ky problem ka lindur këtë vit, thonë nxënësit. Nxënësit nuk pranojnë variante të tjera që orët e humbura të kompenzohen. Sipas tyre, nëse vazhdohej sikurse 2 javët e para me orar të përshtatur, atëherë nuk do të kishte asnjë problem. Kërkesa jonë është që orari të vazhdojë ashtu siç ishte 2 javët e para, për shkak se me orar të rregullt procesi mësimor nuk do të ketë efekt, po gjithashtu edhe për ndrimin pas ditë është shumë e rënduar për shkak se ato i vinë që të humbin, i vinë që të humbin vaktin e iftarit, duhet të çelin nëpër shkolla dhe nuk është e hishme për shkak se edhe në vitet tjera ne e kemi parasysh se ka qenë orari i shkurtuar dhe nuk ka pas asnjë problem në procesin mësimor. Mëtej nxënësit janë shprehur se gjatë vitit shkollor humbin 120 orë shkaku i festave të besimtarëve të krishterë, ndërsa tani problematizohen orët e përshtatura për myslimanët. Ne jetëm shtet demokratik dhe drejta jonë për të hëngur iftar nuk meritohet merret prej ministri. Kretë Maqedonia që nuk mendojnë për drejtat tona si musliman dhe si nxënës që të ham iftar. Kjo thjesht një drejtë. Sistemi i mëparshëm ishte shumë më i mirë, kur dilshin më herët dhe arrishin të hajmë iftar dhe nuk humbshin realisht shumë ora. Në kretë në Ramazan ka 2 orë me humbë për ditë, i bie të humbim 60 orë. Me festat e Maqedonëve, festat e ndryshme krishtere, ato humbin mbi 120 orë gjatë gjithë vitit. Kjo absolutisht nuk është e drejtë. Megjithatë, nga sektori për arsim në komunën e Tetovës thonë se asesi nuk guxohet që të shkurtohen orët. Lus të gjithë nxënësit, të gjithë profesorët që të fokusohen në atë që është më e shenjta në procesin edukativ arsimor, nxënësit të kthehen dhe të vazhdojnë procesin edukativ arsimor. Shkollat normalisht kanë bërë inkorporimin e orarit, që pushimi i gjatë që njihet tek ne të zgjas në vend të 20 minutave do të zgjas 25 apo 30 minuta dhe brenda kësaj periudhe nxënësit do të kryen obligimet e iftarit, do të mund të furnizohen me ushqime dhe pas përfundimit të orarit të pushimit të gjatë, normalisht që nxënësit duhet të kthehen në procesin edukativ arsimor. Nxënësit e shkollave të mesme në Tetov kanë bojkotuar mësimin për shkak të ndryshimit të orarit dhe pamundësisë për të qenë të lirë gjatë kohës së iftarit. Komuna e Tetovës ka informuar të gjitha drejtoritë e shkollave për të përshtatur pushimin e gjatë me kohën e iftarit dhe nxënësit pas kësaj do të duhet të vazhdojnë mësimin deri në përfundim të orarit të plot pa ndërprerje.